Me përfaqësues të bizneseve, institucioneve dhe operator turistik u mbajt një takim në plazhin e Velipojës në prag të nisjes së sezonit. Në fokus të diskutimeve ishin problematikat dhe masat konkrete për garantimin e një sezoni më të pastër dhe funksional. Një nga çështjet kryesore ishte ai menaxhimi të mbetjeve, ku vendos që depozitimi i tyre të kryhet në fashën e orareve 21 mbrëmjes deri në 7 të mëngjesit, me qëllim reduktimin e ndotjes në Bregdetin e Velipojës. Kryebashkiaku Benet Beci theksoi se nuk do të ketë tolerim edhe sa i përket hapësirave publike, duke kërkuar respektim të plotë të rregullave. Për venimin tim do të vendosen orare për nxjerrjen e meturinave, që edhe firma ta ketë më të thjeshtë, edhe na ta kena më të thjeshtë që të caktojmë një orar për nxjerrjen e meturinave. Duhen merren mosa ekstreme për personat të cilët bëjnë rikonstruksion në tesat edhe gjatë verës, edhe gjatë dimrit dhe me pa përgjegjshmërinë e tyre të theksuar i hedhin meturinat në çdo vend. Fatkeqësisht Bullë me lavamana, dyshek, gjana, domethënë është ignoranca jonë, nuk ka shpaj ju, s'ka lidhje kjo pjesë të ju, por 9 me 7 mund të bëhet derdhja e plerave, nga 7 ai mëngjesit deri në 9 darkës, kush hedh plera, siç eram dakord, do gjobitet. Unë mendoj që masi ta njoftojmë këtë gjë, edhe publikisht këtë rregullin e orareve dhe çdo biznes të jetë i detyruar ti hedhi mbetjet me qese të zeza në kontener, që do të thotë që nëse nuk zbatohet, ne kemi drejtën me gjobit për ndotje. Ka rregulla shumë të forta për ndotje mjedisore, shumë të forta, edhe masa shumë të rënda. Edhe unë nuk du me përdor këtë gjuhë, por sot është jashtëzakonisht se ndotja mjedisore që bën njëri ja shkatron biznesin gjithë tjerëve, të çadrave edhe të hapësirave publike. Këtu nuk jam fare tolerant te kjo, sepse duhet të ketë hapësirë publike për pushuesit, por i lutem shumë, betej e shtyve një rresht më këtej, more një më çadër më kështu, bëhet ne nuk duam. Duam hapësirat publike që do të jenë 2 fish më të nda se vitin tjetër. Operatorët e biznesit diskutuan mbi ndërhyrjet në infrastrukturë duke kërkuar përmirësim të sinjalistikës, ndriçim publik, lehtësim të qarkullimit në qendër dhe krijimin e stacioneve më funksionale për transportin publik. Një nga problematikat e ngritura ishte edhe situata e furnizimit me ujë të pishëm dhe energji elektrike gjatë muajve të verës. Në përfundim, palët dakordsuan që të ketë një bashkëpunim të mëtejshëm me synim që Velipoja të ofrojë një ambient më të pastër dhe të organizuar për të gjithë ata që do ta zgjedhin këtë sezon veror.